أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahun e lartësuar lavdërojmë, çojmë salavat dhe selam me pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, sot do të fillojmë për një temë të re me lejen e Allahut, ka të bëjë me haxhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në përgjithësi njihet sikurse me termin haxhi i lamtumirs. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm një haxh e ka bë pas hijretit. Ka disa transmetime, ndoshta edhe këtë meselë është më rëndësishme e trajtuar këta që na kanë përcjell sirën e kemi trajtuar që në fillim. Ju e keni parasysh që posaçërisht mushrikët e Mekës konsiderohen si në përgjithësi pasardhës të Ibrahimit, respektivisht Ismailit alayhis salam, apo faktikisht kurajshitët janë pasardhësit e Ismailit alayhis salam. Ismaili i pari që e ka thirr ritualin e haxhit kush është? Ibrahimi alayhis salam së bashku me Ismailin. Kështu që tek idhujtarët e Mekës, ashtu sikurse shumë rituale janë kanë ka pas e kanë njoft haxhin si haxh, megjithse e kanë bë disa ndryshime dhe disa veprime për cilat kemi fol sfundi kur kemi sqaruar edhe arsyen pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në vitin e 9 nuk ka shkuar në haxh, ka qenë ajo se mushrikët e Mekës, idhujtarët kur e kanë bë tavafin e kanë bë disa prej tyre duke i zhveshur, do thot lakuriç, pa rrobe. Kështu e kanë bë tavafin. E kemi përmend këtë kur kemi shpjeguar atje. Po ajo që ka po duam e përmend fillimisht që me pas parasysh është që rituali i haxhit si haxh ka qenë i njohur para shpalljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si pejgamber, për arsye se tek arabët, konkretisht tek kurajshitët e Mekës, ka pas veprime dhe rituale që i kanë trashëguar nga Ibrahimi alayhis salam dhe nga Ismaili alayhis salam, gjenerat pas gjenerate, mirë po kur ka ardhur ajo periudha e Amr ibn Luhej, e kemi përmend atje kur ka shkuar në Sham në atë kohë para 400 vite, 500 vite para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që kur i ka pa idhujtarinë për hapur atje, i ka marrë disa idhuj dhe kur i ka pru në Qabe në Mekë. Pastaj njerëzit kanë filluar me i adhuru idhujt nga si rezultat i këtij importi, për arsye se para, do thot, kurajshitët e parë me një fjalë pasues të Ismailit fillimisht kanë qenë në fenë e Ibrahimit edhe të Ismailit alayhis salam. Mirë po, kur kanë ardhur gjenerat pas gjenerate, ka ndryshuar edhe ka filluar devijimi derisa ky Amr ibn Luhej e ka pru këtë, e kemi përmend këtë në fillim, e kemi sqaruar si është fut idhujtaria tek arabët para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra rituali i haxhit ka qenë ekzistent, mirë po ka bë ndryshime për cilat do të flasim tash, disa do t'i sqarojmë edhe gjatë shpjegimit të kësaj. Po duam të përmend se përcjellësit e sirës e përmendin që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vetëm një haxh e ka bë kur e ka bë hijretin, po para se me bë hijretin, respektivisht edhe para se me ka pejgamber, thuhet në disa transmetime, edhe pse nuk ka ndonjë specifik apo ndonjë përshkrim të asaj, që ka bë haxh së bashku me idhujtarët, po jo në fenë e tyne, po ka bë haxh për arsye se ka qenë pjesë e ceremonisë tek mekasit në përgjithësi realizimi i haxhit. Megjithse, që shtam pak më herët, idhujtarët e Mekës e kanë devijuar edhe kanë bën në forma dhe në ndryshime të ndryshme. Ajo që ka dihet qartë është kjo, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bë vetëm një haxh, por disa kanë thënë që para se me bë hijretin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bë haxh, po duke mos i praktiku ato devijimet e tyre në përgjithësi. Sidoqoftë, kjo është si informacion që mos mu çudit nëse mundeni me has dikun
apo me dëgju dikon, kjo është ajo çfarë përmendet në librat e sirës në përgjithësi. Pastaj çka është e veçanta në këtë aspekt me e përmend, trajtojnë ulemat që haxhi është bë obligim në vitin e 9 apo në vitin e 10. E keni parasysh, e kemi përmend pak kur kemi folë për haxhin e Abu Bekrit vitin e 9 para 2 derseve, po sidoqoftë e bën këtë trajtim për arsye se ka mos pajtim të fukahat në përgjithësi, disa kanë thonë që haxhi është obligu vetëm në vitin e 10, jo më herët, për shkak që në vitin e 9 është bë haxhi, po jo në formë obligative, pra e ka bë Abu Bekri dhe një grup i muslimanëve, po nuk i ka nxit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk i ka thirrë të gjithë për shkak se nuk ka qenë obligativ haxhi. Dhe kjo ndërlidhet me ajetin në surën Ale Imran, walillahi ala nasi hijjul beyti man istata ilayhi sabila. Ky është ajeti që e obligon haxhin, që Allahu e ka bë obligim për juve haxhin, kush ka mundësi me zhvillu atë udhtim. Dhe ky është ajeti i cili e obligon haxhin, a ka zbrit në vitin e 9 apo në vitin e 10, ka trajtim të fukahat. Pra edhe këtu është temë diskutimi, s'po du me undal në atë çka kanë trajtu, edhe nuk jem ders të fikut në përgjithësi me i trajtu dhe me nxjerr në pak të gjitha ato rregullat e dispozitat, po du vetëm me pas parasysh ndërlidhjen që e bojnë fukahat, për arsye se si rezultat i këtij mospajtimi buron edhe ajo që a ka të drejtë një musliman me e vënu haxhin edhe nëse i ka mundësit materiale. Me një fjalë, ka mundësi materiale, ka para, ka pasuni, ka dhe fuqi fizike, do thot mundësi fizike me shku, po thot hajtë se si vjetë s'po shkoj, e la vitin e ardhshëm ose ma vonë, a hyn gjina apo s'hyn gjina. Kjo është do thot trajtimi që e bojnë fukahat në përgjithësi. Ata që kanë thonë që haxhi është bën vitin e 9, e diskutojnë këtë edhe thonë që edhe nëse e vonon nuk është do thot ndonjë punë e madhe. Mirë po, ata të cilët kanë thonë që është në vitin e 10 është bë obligim, janë ma rigoroz, edhe në përgjithësi trajtimet e fukahave prapë s'po du me e trajtu në formë me zbërthy çështjen në përgjithësi, po ajo çka është e nevojshme me pas besimtari është që nëse i ka mundësit, edhe nuk lën keq në shtëpi, e kam fjalën nuk lën keq, pra familjen, sigurimin e nevojave elementare edhe sigurin e kështu me radhë, atëherë nuk është mirë me e shty me thonë hajtë se shkoj vitin e ardhshëm, edhe nëse e shtyn, nuk ka bë mirë. Nëse i ka mundësit me shku, për arsye se më mirë është me kry farzin sa më shpejt. Mirë po, edhe nëse për ndonjë rrethon apo ndonjë situatë, jo në drejtë që si ka mundësit, po e ka ndonjë gjendje caktume edhe e vonon edhe shpreson për vitin e ardhshëm edhe e ka synim, inshallah me lejen e Allahut nuk është që ndoshta hyn ndonjë gjinah për shkak se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo vonesë do thot mund të nënkuptohet që është nënkuptuar që e ka vonu për arsye dhe rrethana që nuk janë ndërlidhur ndoshta me sigurinë në përgjithësi. Sidoqoftë kjo është trajtimi gjithashtu që bëhet në bazë këtij aspekti historik. Ajo çka do të përmendim neve sot, që e kam ndërmend me nda haxhin në përgjithësi në dy pjesë. Pjesa e parë do të përshkruajmë mënyrën edhe çfarë ka ndodhur në udhëtimin e haxhit në përgjithësi. Pjesën tjetër, dersin e ardhshëm, do të flasim për ato hutbet që i ka marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam posaçërisht në Arafat. Domethënë hutbja e famshme edhe njohur edhe çka ka përmend aty, për arsye se në një formë apo tjetër është ajo mundem me thonë komunikimi i fundit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me masën e gjerë. Ka pas edhe raste tjera kur ka, si për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetu edhe mas haxhit pavarësisht edhe 3 muaj. Jo më shumë. Po, domon ka pas ngjarje, po konsiderohet domon ajo masën e gjerë ka qenë komunikimi i fundit, prandaj është e rëndësishme të ndalemi pak edhe t'i marrim ato mësime dhe përmbajtjen e asaj. Po ajo që është e nevojshme me e pas parasysh kur themi hutben lamtomirëse, ato gjana që janë përmend atë hutben nuk janë që janë marrë gjitha në Arafat. Për arsye se ka pas 2-3 vende tjera që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka mbajtur hutbe gjatë
ceremonisë së haxhit në përgjithësi. Po më e njohura është do thot në Arafat. Kjo është do thot gjëja që është e nevojshme pas parasysh. Edhe një pikë që është e rëndësishme para se të hyjmë në detajzime, ajo është se vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bërë vetëm një haxh, mirë po në librat e hadithe kemi me dhjetra madje edhe me qindra hadithe që përcillen për mënyrën e haxhit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka ka bërë këtu, çka ka bërë atë, për arsye se ka qenë një numër i madh i njerëzve të cilët kanë prezantuar në këtë haxh. Prandaj edhe secili e përmend nga perspektiva e tij ose çka ka pa, dikush tjetër që ato se ka pa e kështu. Prandaj edhe kemi krejt ato rregulla, dispozitat që përmenden pra kemi edhe libra të veçantë të cilat shkruajnë edhe përcjellin pra specifik përmendin edhe i trajtojnë këto hadithe që flasin për haxhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra janë të shumta. Dhe këtu do të sillet edhe nxjerra e dispozitave dhe rregullave të haxhit nga ato që i kanë përmend sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ne do ta përmendim një hadith, pra nuk do të përmendim hadithe të shumta për shkak se nuk jemi edhe në trajtim të fikut, siç thash pak më herët, po do ta përmendim një hadith që është më i gjatë, përmendet tek Muslimi, në koleksionin e Muslimit, është i gjatë, njihet si hadithi i Xhabirit për haxhin. Kështu do thot njihet në librat e fikut, është më i gjatë për arsye se e përshkruan në formë pak më detajzuese ngjarjen. Prandaj do të ndalemi në këtë, edhe nuk do të dalim shumë nga ky përshkrim që e bën Xhabiri, për arsye se këtë e bën Xhabiri shumë vonë. Ka jetuar gjatë Xhabir ibn Abdillah, një nga shokët e ngushtë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kemi përmendur në disa raste, ndoshta ju kujtohet, ndoshta edhe si kujtohet udhëtimin që e ka bërë pas kthimit nga Tebuku, ngjarjet i kemi përmendur disa prej tyre, pra është një sahabi i respektuar, edhe tregohet në këtë ngjarje kush e përcjell nipi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka pas emrin Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Domethënë gjenerata e sot, Hasani, pastaj ka ardhur Ali, e ka pas emrin nipi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ali ibn Hussein në fakt, dhe pastaj Muhamedi, domethënë i bën gjenerata e tretë. Edhe ky ka qenë një djalosh, edhe tregon në këtë transmetim që e bën Imam Muslimi në koleksionin e tij, kur Xhabir ibn Abdullah ka qenë moshë shumë të thymë, saqë e pat hub të pa, domethënë nuk shihte, o kon çorru. Në fund të jetës tij Xhabiri ka qenë o kon çorru, o kon shumë i vjetër, edhe po thot ky Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, pra po tregon ky, thot jam kon moshë tre, jam kon djalosh i ri, djalë i ri. E thot kina shku një grup me bazë jaret Xhabir ibn Abdillahin. Pra këtë sahabi, për arsye se në kohën e tij pak sahabi kanë pa mbet gjallë. Për arsye se ka qenë, tash s'po kujtohet cili vit hijri ka qenë, po ka qenë kogja shumë, edhe ka jetu shumë gjatë. Edhe po tregon ki Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali, thot kina shku tek Xhabiri, edhe jemi fut një grup i njerëzve, edhe Xhabiri thot na ka prit të gjithëve. Edhe të gjithëve na ka dhënë mundësinë me folë edhe me pyet. Për arsye se këta kanë shku e kanë bërë ziaret për me vetë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe për me marrë njohuri prej tij. Edhe thot secili prej neve ka filluar me pyet edhe më ju përgjigj. Kur ka ardhur rani te unë, thot i kum kallzu kush jam. Edhe i kum thon un jam, ja ka kallzu emrin. Edhe Xhabiri o gëzu shumë, se ka pa, s'ka mujt me pa për arsye se ka qenë qërr. Edhe ka thon afromo. Edhe ka afru nga të vetës, edhe ja ka prek ftyrën. Edhe është mallëngjynta. Pse? Për arsye se nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot e ka pas një veshje, thot ma ka kopsu, do thot këtë si kanë pas teshat në atë kohë, jo tash domosdoshmë me shumë pulla, thot këto të naltin edhe të poshtin. Domosdoshmë si duket i ka pas dy kopse.
thot ka qenë djalë i ri, thot ma ka qel gjoksin edhe mi ka vendos durt, se ka dash me kon afër nipit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e ka ditë që është nipi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është mallëngjy edhe është emocionu, edhe ju ka afru, edhe ja ka qit durt, edhe ka thonë vetëm çka dush ti. Vetëm çka dush ti. Pra ne e dim këtë veprim e ka bë Xhabiri për çka? Për me tregu afërsinë me ehli bejtin, me familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe afërsinë që e ka pas sahabët, për arsye se ajo dashuria e sahabëve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë e jashtëzakonshme. E pastaj kur e takon një njerëz që është gjenerat e atij personi që ti e ke pas gjithmonë njëri do thot zemrës e shpirtit, është do thot një mallëngjim. Prandaj edhe mallëngjehet, edhe kështu i afrohet, edhe do të me prek lkurën që me ndi atë mish edhe atë prejardhe të ehli bejtit edhe të familjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj edhe e prek në gjoksin e tij, edhe qëndron ashtu një kohë dhe thot pyetëm çka dush ti. E thot dashta me pyet, po erdhi koha e namazit. Domthonë me fal namazin e drekës. Edhe thot e na bë gati me fal namazin, edhe thot o qu edhe Xhabiri e tregon shumë në fund përshkruese, thot e ka pas veshun atë veshjen që zakonisht veshjet në atë kohë kanë qenë dy veshje, një që o vesh poshtë dhe një veshje poshtë me një veshje nalt. Nuk kanë pas filozofinë veshje sikur që tash jo pallta, jo këmisha, jo nërkmishe, domthonë dy veshje kanë qenë. Thot atë veshjen që e ka pas lart nuk e ka pas të veshun, po në vend e ka pas të thot anash, po tregon ky transmetues do thot e ka pas do thot të vjerrun dikun aty afër, po në vend të asaj veshje ka pas një lloj shtroje, diçka domthonjë që vetëm qitet në trup. Jo diçka, jo veshje do thot e qepur sikur që është do thot ajo veshje, ato thot e ka pas domthonjë desht, e ka lënë afër vete edhe ka pas atë si lloj qebe, si lloj burde i thonë në gjuhën arabe, thot e ka pas përmi trup, do thot përmi krah, e thot kur ka ardhur koha e namazit, thot është qu edhe është fal me ta. Është fal me ta, edhe pse ka pas teshën afër. Edhe nga kjo nxjerrin rregulla dispozita fukahat, edhe thot e ka qit përmi në krah atë si qebe, me thon kushtimisht është shtroj, e thot ka dal imam edhe na ka fal namazin. Thot ka qenë e vogël ajo, nuk ka qenë qebe e madhe që ka mujt mu pështjell, saqë kur binte thot në ruku i bike, ju zbuleke krahoj, pastaj e ngrihte edhe mbante ashtu. Dhe ashtu e ka fal namazin, thot ka dal imam edhe na ka fal namazin, thot e na fal pas tij edhe masi që ka kry namazin, prap thot mu ka kthy, edhe ka thonë pyet çka ke dash me pyet. Edhe ky zgjedh me pyet një pyetje që ndërlidhet me temën tonë. Prandaj edhe po e përmendim këtë ngjarje, thot po du me të vet për haxhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ç'kjo është pyetja jam. Atëherë Xhabiri ulet edhe fillon me e shpjegu haxhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe çka tash ky është djalosh i ri, edhe mundohet m'ia shpjegu në formë pak më përshkruese. Prandaj edhe për neve është të thot ajo lavërdia që është më i detajzuar. Se me kanë për shembull, me thon kushtimisht na njëri pak më i rritur që i din meselet, i bjen do sene pak më shkurt, po ka dash m'ia sqaru pak më konkret çka ka ndodhur dhe çysh e ka bë haxhin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe prandaj edhe ajo avantazhi jon është që tek ne është përcjell komplet në formë detajzuar çdo ndodhi që ka ndodhur në këtë udhtim të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe thot e fillon shpjegimin edhe tregon se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot në Medinë, pra në Medinë ka qëndru pra 9 vite edhe s'ka bë haxh, edhe thot i ka bë me gishta. Ma ka tregu, a ki parasysh 9 vite ka qëndru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, masi që i ka bë hijretin, edhe thot nuk ka bë haxh. Pra ka qëndru në Medinë, nuk ka shku me bë haxh. Në vitin e 10 thot e ka bë haxhin. Domthonë 9 vjet, jo në vitin e 10 edhe për çet haxhi jemi. Pra vetëm një haxh i ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe kjo po vërtetohet nga ky hadith i Xhabir ibn Abdillahit. Thot ka qëndru 9 vite në Medinë pa shku me bë haxh, kurse në vitin e 10 është nis. Po para se mu nis, po thot Xhabiri, ka bë një lloj lajmërimi paraprakisht. I ka lajmëruar njerëzit që e kam ndërmend si vjet me bë haxhin,
edhe njerëzit kush don mu bashkangjit le të bëhet gati. Ju e keni parasysh ky udhtim nuk sikur edhe tani nuk është një udhtim i thjeshtë, prandaj edhe njerëzit kanë filluar mu bë gati, edhe tregohet në transmetime që në Medinë kanë ardhur njerëz edhe jashtë Medinës, njerëz që kanë dëgjuar që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka më bë haxh, që kanë qenë afër qytete, vende ndryshme, kanë filluar me ardhur në Medinë dhe mu grumbullu, edhe tregohet se ka pas nëpër qytet edhe jashtë qytetit tenda të ndryshme, çadra të ndryshme që i kanë ngrit edhe me prit fillimin e udhëtimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është bën një numër i madh i njerëzve, edhe thot kur ka ndodh dita e 25 e Dhulqa'da, është muji i 11, data 25. Kur është haxhi, është në Dhulhijja, data 10. I bën sa 15 ditë para se me ka ardhur dita e haxhit, niset pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej Medinës. Pra në ditën e 25 thuhet që ka qenë ditë e shtune, pra në ditën e shtunë, edhe tregon Xhabiri thot e ka fal namazin e drekës në Medinë, 4 rekate. Pra drekën e ka fal 4 rekate dhe është nis. Kur është nis, ka shku parafërsisht Dhulhulejfe, është do thot ajo mikati i Medinasve, ata zakonisht që e bojnë haxhin prej Medinës për në Mekë ose umrën, aty ndalen Dhulhulejfe, tash zakonisht ku shkon me autobus ose me kerr, ndalen në atë vend, është do thot një tash i bjen faktikisht ai vendi është mbrana qytetit Medinës, periferia e Medinës, në të kalumen o kanë 6 kilometra jashta Medinës. Pra do më ke fillu udhtimin edhe ke 6 kilometra, pastaj jenë dal edhe ajo ka qenë do thot Dhulhulejfe. Tash është do thot mbrana qytetit, kryesisht nuk e sheh domon që jetu dal prej qytetit, për arsye se është rrit qyteti edhe është fut ky vendbanim mbrana qytetit Medinës. Edhe po tregon Xhabiri thot është nis pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bë kët udhtim edhe ka mrinë në këtë vend Dhulhulejfe. Kur ka mrinë në Dhulhulejfe e ka fal ikindin 2 rekate, për arsye se ka fillu udhtimin. Edhe këto përshkrime se cila ka nxirrën rregulla dispozita ulemat kur fillon shkurtimi i namazit, kemi përmend, kur të fillon udhtimi edhe e lëshon vendbanimin, apo për shembull nëse je në Prishtinë edhe don me udhtu edhe me fal drekën ose ikindin, nuk mundesh me e shkurtu namazin për shembull xhaminë e Dardanis, me thonë. Ti për shembull banon në po them Kolovic ose në Vranjevc apo dikun ndonjë lagje, edhe je nis edhe me thon po nalna pe fali drekën Dardani, zguzon me shkurtu, për arsye se ende nuk i ke filluar udhimin pa elshu vendbanimin çka konsiderohet vendbanim. Nëse fillon edhe shkon në Fushkosov, xhaminë e Fushkosovës ose me thon kushtimisht në xhaminë e Slatinës, atëherë kjo është udhëtar. Këtu mundesh me shkurtu namazin. Edhe kjo mirët edhe nga kjo dispozitë edhe rregull e praktikës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra lëshimi i vendbanimit edhe lania e vendbanimeve fillon do thotë shkurtimi edhe shfrytëzimi i lehtësimeve të udhtimit. Jo duke qenë ende në vendbanim. Njëjtë vlen edhe për agjerimin, prishjen e agjerimit e kështu me radhë. Pra edhe po tregon Xhabiri thotë kur ka dal, ka shkuar në Dhulhulejfe, aty thotë e ka fal ikindin 2 rekate. Pra drekën e ka fal 4, ikindin e ka fal 2 rekate. Edhe në transmetim thuhet që aty ka qëndruar një ditë të plot, deri në nesërmen. Pra ka transmetime që i ka fal 5 kohë namazit në atë vend. Pse ka qëndruar? Kan thonë fukahat ka qëndruar për shkak që tash e ki parasysh kur njëri fillon udhtimin, kur është numri i madh i njerëzve, ti dush munal pak njerëz mi prit që jo nis kush do të më bashkangjit edhe pak një lloj përgatitje të fillimit udhtimit, për arsye se tash sa ka qenë numri edhe këtë nuk e kemi diskutuar i pjesëmarrësve, nuk ka kemi përmend gjithmonë kur është fol për numrin, nuk është do të thotë diçka që i kanë nxjerr njerëzit, po ajo është do të thotë çka në bazë asaj që kanë vrejt njerëzit, kanë thonë që në haxhin lamtomis kanë marrë pjesë 100.000 njerëz. Disa kanë thonë më shumë, disa kanë thonë më pak, po ne themi që këto përshkrime edhe këto shifra që i kanë dhënë njerëzit që i kanë përcjell, nuk është që i kanë nxjerr ose diçka të vërtetuar, po është në bazë asaj që kanë pa. Po sidoqoftë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qëndruar në atë vend për shkak që njerëzit
ju kujtohet ndoshta të kalumen, edhe pse tash sot edhe për shembull kur janë nis krushqit me marr nusën zënë, kur ka dalë prej vendbanimit, është nal kerrët edhe kanë filluar me kqyr a janë krejt, a janë bashkangjit krejt apo nisën në udhim. E njëjta ka ndodhur, mirë po këtu është do thotë një numër shumë më i madh edhe për çata ka qendruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më gjatë për me kanë përgatitja dhe munis të gjithë së bashku. Pse dikush pak vonohet, dikush e ka ndonjë problem, dikush e ka do thotë ndonjë i ka me ndonjë punë pa krye sene derisa ti bashkangjites, prandaj bashkangjitet udhimit, prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qendruar në këtë vend. Edhe aty pra i ka vesh ihramat, edhe është bë gati, edhe i ka hyp deves, edhe e ka bë telbien, edhe ka marrë njetin për me bë haxhin. Edhe ka thonë duan e njohur labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Që domthon po të përgjigjem ty o Allah, po të përgjigjem edhe nuk ke shok, nuk ke ortak o Zoti jam, innal hamda vërtet falënderimi, begatia të takon vetëm ty, la sharika lak, edhe në këtë nuk ke rival. Dhe kjo është do thotë telbia që ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe thuhet në këtu në transmetim, edhe kjo ka të bëjë me rregullat dispozitat fikut, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëgjuar thotë njerëz të tjerë që kanë bërë forma të ndryshme tjera të telbies. Dikush prandaj ka edhe transmetime në mënyra tjera domthonë telbies, edhe nuk i ka qortu as nuk ja u ka mohu ato forma të bërjes telbies, transmeton në disa transmetime, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bë këtë formë edhe e ka fillu udhimin. Çfarë njëti ka bë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në këtë udhim? Një send do të më pas parasysh, prap po kthejmë te praktika e idhujtarëve para islamit, ka qenë që posaçërisht në mujt e haxhit, kur janë fut mujt e haxhit, edhe ka qenë koha e haxhit, ka qenë e turpshme njëri me bë umre. E keni parasysh? Nuk kanë bë, se kanë bë edhe umrën në raste, mirë po në kohën e haxhit ata kanë bë vetëm haxh. Prandaj kjo ka qenë një veçanti e islamit, se do të shpjegojmë edhe ma tutje çka është debatu edhe trajtu me posaçërisht me Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, sidoqoftë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bën jetë me bë haxhin, po e ka çish më thon, e ka ndërlidh edhe haxhin edhe umrën me një njet. Për arsye se haxhi bëhet me 3 njete, domthon 3 forma. Njëra formë është bëhet i thonë haxhul ifrad, që nëse përkthejmë shqip domthon haxhi i vetëm, pra pa umre. Dhe kjo formë e haxhit është e njohur, nuk prehet kurbani. Pra njeri e bën njetin pe fillimit, domthon mikatit, ato vendin ku i vesh ihramat, edhe thot po duam me bë haxh, edhe ky gjatë këtij shkuarje nuk bën umre. E bën edhe vetëm ceremoninë e haxhit. Dhe kjo është njeti i parë apo forma e parë. Forma e dytë është me e bë haxhin edhe umrën së bashku, mirë po ndërmjet umrës edhe haxhit ka një lloj ndarje, që ti i hjek ihramat edhe veshesh me veshje civile, do me veshje tua. Dhe kjo është do thot haxhut tamattu. Edhe kjo është më i njohuri posaçërisht në kohën bashkëkohore, në të kaluamën para 20 vite, para lufte, haxhilierët e Kosovës zakonisht e kanë bërë haxhin e parë, do thot vetëm haxh, kanë bërë pa umre. Tash edhe Bashkia Islame në përgjithësi e bën çit lloj të haxhit, pra e bën umrën edhe haxhin së bashku. Po dallimi qëndron aty që masi që të kryet umreja, i prejnë flokët, pastaj i hjekun ihramat edhe qëndrojnë pa ihramat deri në momentin kur vjen koha e haxhit, edhe këtu therrët edhe një kurban. Edhe ky është lloji i dytë i haxhit. Lloji i tretë i haxhit është njëjtë, i vetmi dallim është që nuk domthon futet umreja dhe haxhi në një ihram, me një fjalë nuk hjekën ihramat fare. E keni parasysh, nuk hjekën ihramat fare, edhe kjo i thuhet haxhul qiran, që specifik e këtij haxhi është që edhe këtu ka kurban, por zakonisht mirret kurbani prej vendbanimit tën e merr me veti domthon gjatë udhimit e merr kurbanin me veti. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bërë këtë haxh. Ka debat, ka trajtim, s'po duam u fut në elaborime, e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bërë këtë haxh. Pra e ka marr
kurbanin me veti. Faktikisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka marrë shumë kurbana, në këtë haxh thuhet në disa transmetime se 100 kurbana i ka prej. Pra 100 deve i ka prej. Kështu do thot, ashtu si do ta shpjegojmë, po një kurban e ka marrë me veti për në Mekë aty me prej. Pra prej Medinës e ka marrë me veti. Dhe këtë njet e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra Haxhul Qiran. Edhe ka fillu udhimin, edhe po tregon Xhabiri në këtë transmetim kur ka fillu udhimin, i ka vesh ihramat edhe ka bën jetën dhe është nis, thot ka shikuar në të gjitha anët edhe ka pa njerëz shumë. Kështu po thot Xhabiri për më tregu që ka qenë një grumbull i madh njerëzve. Mi kallzu që ka qenë një udhim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bën me një numër të madh, edhe anas, edhe nanën e djathtë, edhe nanën e majt, edhe përmas, edhe përpara, domthon plot ka njerëz. Po thot Xhabiri, çast që njerëzit kanë filluar udhimin edhe kanë vazhdu së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kështu kanë ecë dhe gjatë tërë kohës do thotë që kanë ecë, kanë vazhdu me telbien lebejk Allahumma lebejk. Edhe udhimi ka zgjat në bazë të përshkrimit të Xhabirit, ka zgjat për afërsisht 9 ditë. Domthon e ka bë udhimin, zakonisht ky udhim është bë 7 ditë, 8 ditë, po për shkak të numrit të madh edhe e ka bë do thotë 9 ditë ka zgjat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë udhim. E gjatë tërë kohës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka thënë telbien, edhe në disa transmetime tregohet që i ka ly edhe flakt i thojnë lebbede sha'rahu, në shqip nuk e di a ka ndonjë përshkrim, po ndonjë term, po ajo që ka është e rëndësishme me pas parasysh është që në kalumen kur njerëzit kanë marrë udhtim, nuk është që kanë mujt me majt higjienën personale, mu la, mu pastru, mi ndru teshat e udhimi ka zgjat, edhe çka i kanë ly flakt zakonisht me një lloj ka qenë me mjalt, diçka pak ma e rënd që mos mu shprish edhe mos mu pluhnon flakt, domethënë një lloj ngrirje të flakëve, kështu që edhe mos mu fut me morra, Allah ju nderoft apo diçka, po në njëjtin kohë edhe me nejt flakt të rujtne, për arsye se jo pluhri, jo rrethanat e kanë bërë që kur ke bë udhtim gjana, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bë ashtu, edhe shumica sahabëve ashtu kanë vepruar. E keni parasysh edhe ka fillu udhtimin, edhe është nis, edhe gjatë tërë kohës e ka knu telbien. Thot sa herë jemi ngjit nalt ose kemi zbrit poshtë, vazhdimisht e kemi thonë telbien lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika lak lebejk, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Edhe thot kemi shku, edhe kur jemi afru te Mekja, ka qëndru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra i kanë ngrit tendat, edhe paraprakisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para se munis tash Xhabiri po do të më kallëzoj një informacion që ndërlidhet edhe me familjen e këtij Muhammed ibn Ali ibn Husajnit, për gjyshin e tij, për Aliun se çka ka ndodhur me të. Thot para se munis i tregon që Aliu radiallahu ta'ala anhu ka qenë ku? Ka qenë në Yemen. E kemi përmend javën e kaluar, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dërguar në Yemen për çka? Për me si gjykac, as që i ka thonë Aliu, ku po dënë me më qumë gjykac, unë jam i ri, qysh ku me gjyku njerëz, edhe që ka ba dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë Yemen. Pra, kur është nis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai ka qenë Yemen. Edhe i ka shu letër që nisu prej Yemenit, hajde në Mekë për me ba umrën, edhe ka porosit merri me veti 100 deve për mu. E ki parasysh. Edhe i ka marr Aliu radiallahu ta'ala anhu 100 deve, edhe ka fillu udhimin së bashku me njerëzit e Yemenit, edhe kur ka arrit te Mekja, aty e ka taku karavanin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe gjëja e parë që ka bë Aliu radiallahu ta'ala anhu, çka është? Ka qenë me ihrame, ka shku mas pari me taku gruan e tij, Fatimen, apo Fatimeja. Harrova me përmend edhe një informacion që e tregon Xhabiri në këtë hadith, është se thot si kemi fillu udhimin, domthonë para se me bën jetën së bashku me musliman, ka qenë edhe një grua që e ka pas emrin Asma bint Umeis. Kjo Asma bint Umeis ka qenë gruaja e Xhabir ibn Abi Talibit. Ajo gruaja që kemi përmend disa informacione, po keni harru, faktikisht kur ka dek Xhabiri, e ka martu kush?
Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu e ka martu Ebu Bekri edhe ka qenë shtatzan, edhe ka fillu këtë udhtim, edhe kur ka mrit te Dhul Hulejfe, aty ka lind. Aty ka lind, domthonë në udhtim ka lind. Edhe ka qenë lehun. E thash s'ka dit ajo që ka me ba, a me hin ihram, apo mu kthy, apo me vazhdu udhtimin, edhe e ka pyet pejgamber, ka thut dikon me pyet pejgamberin sallallahu që është lehun çka me ba. Edhe pejgamberi sallallahu i ka thonë pastrohu, veshu mirë që mos me për shkak gjakderi, edhe thot bëje jetën edhe futu në ihram. Për arsye se praktikisht gruas e cila është në lehone, edhe që është me cikël, i lejohet edhe futja në ihram, edhe çdo sen përveç tavafit rreth Ka'bes. Domthonë tavafi rreth Ka'bes duhet me kon e pastër edhe mu pastru. Kurse hyrja në ihram, udhëtimi, shkurja, edhe këto veprime janë të lejume. Prandaj edhe i ka thonë futu në ihram, edhe vazhdoj udhëtimin, tash derisa të mrishet, shkojsh që kryhen ato ceremonit, pastrohet edhe pastaj e kryen edhe tavafin. Kjo do të thotë informacion që e përmend Xhabiri në këtë rast. Tjetër informacion është kjo, po kthehemi tash tek Aliu radiallahu ta'ala anhu. Ajo është se kur vjen Aliu te karavani, gjëja e parë që bën është ka qenë në ihram edhe shkon futet në tend tek gruaja e tij, kush Fatimia radiallahu ta'ala anha. Edhe kur e sheh Fatimen, ky ka qenë në ihram, edhe sheh Fatimen që nuk ishte me teshat e ihramit, me një fjalë kishte vendos parfum, kishte vendos kuhl për sy, pra e sheh që nuk është me ato veprime që duhet mi pas ai njeri që është në ihram. Edhe Aliu në një formë shqetësohet, edhe pra thot çfarë ke bë kështu, domthonë qysh ti në ihram edhe i ke bë kuhl, edhe kuhli është do thonë ajo që lyhen syt në të kalumen, është përdor do thot një lloj me thon makiazhi e kështu me radhë, e thot qyshtit me ka në ihram edhe kështu mu zbukuru, atëherë thot kështu më ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, baba i saj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe Aliu çuditet, edhe nuk ja pranon, domethënë nuk është që nuk i beson, po ta shkon me vërtetu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Për arsye se ka qenë një orë që njeri kur futet në ihram, edhe shkon numre, shkon në haxh, me qëndru do thot në ihram derisa të kryhet haxhi. Prandaj edhe i duket jo e drejt kjo që ka vepruar, prandaj shkon te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e takon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe e pyet thot e kum pa Fatimen pa ihram, do thot ka dalë pe ihramit. Atëherë thot po, thot unë i kum thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për arsye se ajo e ka marrë njëtin e llojit të dytë që tham të metto, e ka kry umrën, e ka bë tavafin, e ka bë sajin, i ka hjek, do thot i ka shkurtu flokët edhe ka dalë pe ihramit. E thot kur njeri del pe ihramit tash është e ka të lejuar çka do me bë deri në kohën e haxhit. Thot edhe ti thot mundesh me hjek teshat e bën haxhin, e bën umrën edhe mundesh me hjek teshat, thot me çfarë njeti je hin numre. Je hi do thot në udhtim kur çfarë njeti ke bë. Atëherë Aliu thot, unë thot kur jam nis, thot s'kum di çka me bë. Edhe kum thon kur kum marr te vani për me bë mikatin, kum thon po hin në ihram, edhe po bëj njetin që e ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domthon njetin e thot nëse ke bë kështu, atëherë ti zguzon pra me hjek, me dal pe ihramit, thot dush me qëndru së bashku me mu. Për arsye se thot njeti jam është që e kum marr kurbanin me veti, kështu që ne i kemi bashku umrën edhe haxhin në një ihram. Edhe ka transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flasim cila është më e vlefshme, cili lloj haxhit është më i vlefshëm, edhe kjo është domosdoshmë temë debati tek fukahat në përgjithësi, është një transmetim i saktë që përmendet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë mos tek kisha marr kurbanin me veti prej Medinës në Mekë, pra tisha ardhur pa kurban, e kisha bën jetën e dytë, pra isha liru pe ihramin, edhe e kisha prit kohën e haxhit që mi vesh edhe një herë ihram. Mirë, po masi kum pru kurbanin prej Medinës me veti, atëherë duhet me qëndru në këtë formë. Pra dhe nga kjo dëshirë apo ky kushtëzim i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dëshirë që e ka përmend, disa prej fukahave kanë thonë që më e vlefshme është me bë temettu, pra me bë edhe umrën edhe haxhin në një udhtim, po duke i nda ato me
duke hjek ihramat. Edhe kjo është do thot piknisja dhe argumentimi i tyre. Sidoqoftë, po kthehemi edhe po vazhdojmë edhe ka thonë që haxhi edhe umra janë janë bërë së bashku, edhe ka qenë një sahabi, këto që po i përmend janë do thot thonjët Xhabirit, thot ka qenë një sahabi që ka pas emrin Suraka ibn Malik. Suraka ibn Malik i njohur, sahabi i njohur ka thonë, oj dërguar i Zotit, a është kjo veç si vjet apo gjithë që shtu ka me konë? Pra arsye se tash pyetja e Surakës është që kjo është e panatyrshme, se kanë njoft arab këtë formë, domethënë që në udhimin e umrë, në udhimin e haxhit me bë edhe umrën. Prandaj po pyet, a është specifik ky veç si vjet e viteve të ardhshme ka më bë vetëm haxhi apo gjithmonë ka më mbet? Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka thuhet që i ka bashku kështu gishtat e ka thënë që haxhi edhe umra janë gjitë në mes veti edhe kanë me qëndru kështu derisa përgjithmonë është kjo. Domthonjë që kjo formë dhe këto 3 lloje të haxhit kanë me qenë derisa domthonjë gjithmonë. Prej asaj ditës do thotë kohës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam derisa sa të ketë musliman dhe të ketë haxh në këtë dynjë. Edhe kështu vazhdon gjithmonë musliman tash nuk e diskutojnë, mirë, po kjo është ai filli pse me bë umrën udhimin e haxhit, atëherë ka qenë pa natyrshme, mirë, po tash është diçka e njohur dhe kurkush nuk e diskuton. Mirë, po kjo është do thot ajo piknisja edhe sqarimi që e bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë transmetim Xhabirit. E sheni Xhabiri e përmend edhe ngjarjen që ka ndodhur me Aliun edhe Fatimen për me kallëzu do thot atë lidhjen që intereson do thot edhe nipit për paraardhësit e tij, do thot për gjyshrit e tij. Edhe prandaj edhe e përcjell këtë ngjarje, për arsye për shkak se kjo nuk ishte shumë e ndërlidhur me ceremoninë, mirë, po ja tregon edhe këtë detaj për shkak se ndërlidhet me të afërmit edhe me gjyshrit e këtij nipi. Edhe vazhdon tutje edhe tregon pejgamberi Xhabiri thot se ka vazhdu pra masi që e ka bë umrën, ka qëndru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deri në ditën e 8 të Dhulhijhes. Ka qëndru në Mekë. Në ditën e 8 thot është afru edhe ka fillu do thot ka shku në Minë, edhe aty ka fal disa pra drekën, ikindin, akshamin edhe yacin, edhe është nis në mramje, është nis edhe është afru, pra ka flajt në Minë, pastaj në mëngjes ka fillu udhimin për me shku për në Arafat. E keni parasysh, posaçërisht ata të cilët e kanë bë haxhin, po edhe ata të cilët kanë shku në umre, e keni parasysh Çabia është do thot në Mekë, kurse vende tjera të cilët i viziton apo qëndron haxhiu janë Mineja, Muzdelifeja edhe Arafati. Domthonë që të 3 vende janë ato vendet e shajta. Mineja edhe pra faktikisht çto është Çabia, tani Mekëja, domthonë çto është do thot Mine, çto është Muzdelife, çto është Arafati. Domthonë është domthonë si një lloj udhimi, domthonë njëna janë ngjitur njëna mas tjetrës. E tash Mineja edhe Muzdelifeja konsiderohet që është brenda kufinit haremit. A i keni parasysh, për arsye se haremi është i caktuar, kufit dihen ashtu që i ka caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Arafati nuk konsiderohet që është në kufit haremit. A i keni parasysh, Arafati është jashtë kufive të haremit. Pse po e përmenin këtë? Po e përmenin këtë për arsye se po kthehemi tek idhujtarët e Mekës, kur e kanë bë haxhin, kanë dalë edhe në Arafat, edhe ata kanë dalë në Arafat. Mirë, po ka qenë specifik, posaçërisht kurejshitëve dhe banorëve të Mekës, kanë thonë na nuk e lëshojmë kufinin e haremit. Kështu që ata kanë thonë na jem shumë njerëz, kjo është domosdoshmë e supermacia që kanë pretenduar që janë mbi njerëz të tjerë zakonshëm, posaçërisht kurejshitët kanë thonë ne jemi përgjegjësit e Mekës, Çabës, haxhilerëve dhe këtë atyre ceremonive, edhe kanë konsideruar veten që kanë një lloj shenjtërie edhe ata. E kanë thonë ne në ditët e haxhit nuk guxojmë me lshu edhe me dal jashtë kufinit të haxhit. Kështu që ata do thot mushrikët apo kurejshitët e Mekës gjatë ceremonisë të haxhit nuk kanë dalë në Arafat. Kanë dalë në Arafat këtë të tjerët që kanë ardhur me bë haxhin idhujtar, po
mushrikët e Mekës, posaçërisht kurishitët e Mekës nuk kanë dalë në Arafat, kanë qëndruar në Minë, në Mekë, në Qabe, për dy arsye. E para ishte kjo që na jem shumë shëntor, kështu që nuk e lëshojmë kufinin, po edhe dyta me pretekstin që na kujdesemi për haxhilet, prandaj edhe duhet me qëndrua edhe me najt në këto kufi, edhe mos me dalë në Arafat. Edhe njerëzit nuk kanë ditë tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam a ka me qëndru në Arafat apo s'ka me qëndru në Arafat. E keni parasysh këtë dilemë. Prandaj çka kanë bë ata njerëzit, qysh me thonë ato, po e quajmë sot në gjuhën terminologjinë e sotit logjistika, kur e kanë parapo që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka me shku në Arafat, e kanë ndërtu atë tendën ku ka me ndajt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në kufinin e Qabës, domthonë kufinin e haremit. Pra jo në Arafat. Edhe ja u ka marrë mendjen që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka me shku në Arafat, ka me qëndru aty. Prandaj edhe kanë ndërtu aty, e kanë bë tendën, e kanë ngrit tendën, edhe kanë thonë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu ka me qëndru. Çështja ja u ka marrë mendja. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka shku në mëngjes te ai vani, ka qëndru aty deri domthonë ku ja kanë bë atë çadrën, ka qëndru aty deri në kur ka ardhur dielli, do thotë ka ardhur koha e drekës, do thotë kur ka ardhur dielli në kup qiellit. Dhe kjo është koha kur fillon konsiderimi i qëndrimit në Arafat. Edhe kur ka ardhur koha që ka ardhur do thotë dielli në kup qiellit, është bë gati pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe është fut në Arafat. Edhe kjo ka qenë veçanti, domthonë diçka e ndryshe nga veprimet e idhujtarëve. Edhe është fut në Arafat, ka qëndru do thotë në atë vendin, tash është ndërtuar në një xhami aty, edhe aty e ka fal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam drekën edhe i kindin, duke i shkurtu edhe duke i bashku. E keni parasysh, e fal drekën edhe i kindin, duke i shkurtu edhe duke i bashku, edhe e kam bajt një fjalim. Edhe kjo është ajo hutbeja që e njohur, që dihet në terminologji, hutbeja lam të mirë, se që i kanë thonë në terminologji, e këtu e kam bajt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe ka qëndruar tash në atë vend, tham e ka ndërtuar një xhami, edhe është do thotë xhamia shumë e madhe, atu falen. Edhe e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pastaj ka dalë pe aty, pra e ka marrë këtë hutbën, do ta diskutojmë hutbën, do të flasim pak më konkret, pra ka komunikuar me krejt njerëzit, edhe në mënyrën që e ka marrë, ato do t'i diskutojmë tash, po e tregojmë do thotë ngjarjet që ka ndodhur, edhe masi që ka fal namazin, ka qëndru aty, pastaj ka dalë, ka shku do thotë tek një kodër që është aty afër, kush ka shku e ka pa, do thotë është një vend aty. Disa pretendojnë që për me kanë haxhi Kabul, çashtu që duhet patjetër me hyp në atë kodër. Kjo nuk është e vërtetuar. Thuhet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shku deri aty, po jo që është hyp deri në majë të kodrës, do thotë pak ka hyp aty, edhe ka thonë me gjuhën e tij. Ka thonë unë po qëndroj këtu, po krejt Arafati është vend qëndrim. Me një fjalë më tregu atyre njerëzve që mos e synoni këtë vendin specifik ku kumnajt une. Për arsye se kudo që qëndroni në Arafat, ju e keni qenë në vend atë çka kërkohet prej haxhiut. Për arsye se ju e dini që el Hajju Arafa, një nga ruknet e më të domosdoshme të haxhit është qëndrimi në Arafat. Qoftë edhe për një çast, domthonë prej masdreke, domthonë prej kohës drekës deri në perëndim, domthonë këto, më thon prafërsisht 4-5 orë, 6 orë sa janë, pa tjetër duhet me qëndru në haxhiu në Arafat, qoftë një qast për me qenë haxhi i Kabul. Nëse shkon haxh, e bën tavafin, e bën sajin, i bën këtë ceremonit, po nuk qëndron qëtë kohë në Arafat, nuk llogaritet se e ka kryer haxhin. Domthonë nuk llogaritet se e ka kryer haxhin, pa tjetër duhet vitin e ardhshëm ose kur ka mundësi edhe një herë me bë haxh, për arsye se nuk llogaritet se e ka bë haxhin. Prandaj edhe shumë prej njerëzve të smund, për shembull, që i rrok rrethana dhe situata, ka mjek specifik apo lanta specifike, që edhe rrugë specifike, që njerëzit domthonnë që janë, për shembull, e ka rrok një ditë më herët infrakt ose është në gjendje të rëndë, janë ato ambulanca specifike që kanë do thotë edhe ekipin mjekësor,
edhe atë haxhi e marrin edhe çojnë me qëndrun në Arafat, qoftë një kohë caktuar, edhe pastaj i kthejnë, edhe kjo është do thot puna e atyre gjatë tërë kohës për me mri Arafatin ata njerëz që kanë qenë të smur edhe s'kan mujt me prezantu për shkak kanë infuzion apo janë do thot në rrethana të mjekësisë. A kështu, domethënë kjo veprohet edhe praktikohet, është do thot një vepër shumë, edhe prandaj ka shumë bamirës prej mjekëve të ndryshëm që prezantojnë për hir të Zotit, ka organizime të jashtëzakonshme që e bëjnë këtë edhe ju ndihmojnë këtyre haxhilerëve që kanë kështu gjendje për shkak se kjo është do thotë diçka e domosdoshme. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që kjo është do thotë vendqëndrimi jam, po krejt Arafati është vendqëndrim. Kështu që kudo që qëndroni është e mjaftueshme, pra nuk është obligativ as me shku në xhami, as me hyrë në xhami, as me qëndru aty, as me shku do thotë në atë kodrën ku është vendi me kërku. Pra këto disa njerëz mundohen me bë dhe pretendojnë, po nuk është diçka obligative, e bojnë të lashe veten e gjana, kështu që duhet me pas kujdes në këtë gjë. Pastaj masi që qëndron aty, pra një kohë caktuar deri në perëndim diellit bën dua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdimisht, prandaj edhe fukahat kanë thonë arsye e bashkimit namazit në këtë rast ka qenë do thotë që mas namazit më njëherë është përqendruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në dua të vazhdueshme deri në momentin e perëndimit. Pak para perëndimit tregon Xhabiri në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e hyp devës Qaswa, e ka pas do thot emrin devja e tij, hyp në të, ka qenë një deve pak më e bardhë, e dallueshme, hyp në devën e tij, edhe qëndron në atë edhe pret perëndimin. Pra nuk niset pa perëndu dielli. Prandaj edhe sot gjithmonë në haxh është ndaluar. Domthonjë kushdo që don mu nisë, ai ki parasysh ka herë njerëzit për shkak që mi kallabllakut thotë hajt po nisna 5 minuta, 10 minuta më herët, jo. E kanë do thotë ka rampa edhe asnjë nuk guxon, nuk mundet edhe pavarësisht çka mundet me ndodh, asnjë haxhi s'mundet me dal prej Arafatit pa perëndu dielli. Në momentin që perëndon hapen dyert edhe ato rampat edhe fillojnë udhëtimet edhe fillojnë do thotë njerëzit me ecë. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur perëndon dielli fillon do thotë udhëtimin, po ajo çka është e veçantë është që nuk shkon shpejt, po shkon me një udhëtim shumë ngadalshëm, gjithmonë duke i ndal edhe duke i thënë që es-sekine që është për qëllim qetësi edhe kadale, mos u gutni. Domthonë kadaldale e bëjnë këtë udhëtim derisa mrin, pra tash Arafati, mas Arafatit është pozicioni i Muzdelifes. Kjo është do thotë Muzdelife që është i lidhur me Arafat, ngjitun me Arafat. Muzdelife është vendi ku fjetet atë natë, që i bën nata e Bajramit. I bën nata e Bajramit, aty fjetet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka ardhur, ka mri aty, gjën e parë që ka bë është ka marr abdes, e ka fal akshamin edhe yacin. I ka bashku e ka fal akshamin edhe yacin, i ka bashku, edhe thuhet disa transmetime si ka mbledh goralecet edhe ka ra me pushu. Edhe kështu veprohet në përgjithësi, zakonisht ai kulmi i kallabllakut më të madh që ndodh në haxh, posaçi në kohën bashkëore është kjo kohë. Do thotë mas Arafatit, që ky udhtim kur bëhet, domthonjë që kjo nata e Bajramit është do thotë ai kulmi i kallabllakut. Për arsye se të gjithë haxhilerët, domthonë me miliona sa janë, domthonë të gjithë nisin njëjtin udhtim së bashku, për arsye se të tavafi bëhet kallabllak. Po jo këtë haxhit për një herë e bëjnë tavafin, për arsye se ka kohë 2-3 ditë mundesh kur do me bë haxhin. Edhe të gjujtja gurë e ki do thotë të nditën. Amo kjo momenti është do thotë që këtë nisen për një herë, prandaj edhe bëhet kallaballiku më i madh. Edhe ka mundësi, ka raste mund për shembull më ka ndodhur, jo nis mas perëndimit edhe ku mrri në Muzdelife pak para sabahut. Domthonjë se është udhtim, s'ka mundësi me mrri më herët për shkak kallaballikut, nalet, prishet ndonjë autobus, këtu duhet me pas sabrin në nivelin më të lartë. E rëndësishme është ti me kanë me Zotin tënd edhe me vazhdu me lutje, edhe kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Prandaj edhe këtu qëndron meditimi i asaj që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka ngut, ka thonë es-sekine, ka dalë mrim. Edhe kur ka mri aty, pra i ka fal këto namaze, ka qëndru, ka flajt, është edhe pastaj e ka fal namazin sabat, edhe është nis për në Minë për mi gjujt gurt. Edhe kështu e ka fillu udhtimin, pra në mëngjes, e ka fal sabahin edhe është nis, edhe ka shku tek
në ditën e parë gjuhet vetëm në një vend 7 gur, pra nuk gjuhen në 3 vende, në një vend pra ditën e parë, pastaj ditëve tjera gjuhen ato, s'po I përcjelli të gjitha ato ceremonitë e haxhit për arsye se që thash pak më herët nuk jem duke shpjeguar rregullat e haxhit në përgjithësi, po jem duke përshkruar atë çka po e përmend Xhabiri në këtë mënyrë që ka bëu haxhin edhe gjërat ato detajet që I ka përmend edhe praktikën edhe veprimtarinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë haxh. Prandaj edhe I ka gjujt gurt edhe pastaj është kthy në Mekë edhe ka qëndruar aty, edhe kjo është ato çka e përmend në këtë hadith. Faktikisht I përmend edhe përmbajtjen e një pjese të hutbeve, për të cilën neve e tejkalum, inshallah do ta shpjegojmë javën e ardhshme. Pra kjo është do të thotë në përgjithësi mënyra që ka bëu haxhin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ajo që ka përmenden në disa transmetime është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe ka paralajmëruar, e ka nënkuptuar se do të jetë haxhi I tij I fundit. Edhe ka thonë khudhu anni manasikakum, që përkthimi është merrni apo mësoni prej meje ceremonitë edhe ritualet e haxhit, çysh bëhet haxhi. Mësoni për arsye se ka mundësi vitin e ardhshëm nuk do të jem me juve. Pra paralajmërim pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që vitin e ardhshëm keni me bë haxhin vet. La'alli nuk e ka thonë në fund prej, por ka mundësi, ju ka thonë që vitin e ardhshëm nuk do të jem me juve. Edhe kështu ka ndodhur, pra vitin e ardhshëm nuk ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për arsye se mas 3 muaje kemi thonë që ka ndruar jetë. Edhe prandaj edhe ka qenë I kujdesshëm çdo veprim, çdo gjë e ka tregu. Pra kur ka mri në Mekë e ka bë tavafin, pra vazhdon hadithi se harrova me përmend, e ka bë tavafin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tavafin e haxhit, pra jo tavafin e umrës të parën që kemi përmend, tavafin e haxhit, pastaj thotë ka shku, Xhabiri thotë ka shku tek Maqami Ibrahim, që është ajo tash është do thotë në ngjyrë dukatit edhe është do thotë me xhama, mas saj është shku edhe ka këndu ajetin wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, merrni do thotë Maqami Ibrahim vend falje, edhe ato mas saj ka fal ato 2 rekatet e tavafit, pastaj ka shku me pi ujë. Edhe këtu është një veçanti që I ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe një urtësi. Kur ka shku, atëre e dini I kanë nxjerr ujin me kofe, prej bunarit I kanë nxjerr me kofe dhe ju kanë dhënë haxhilerëve. Kështu tash nuk I shohim këto sene. Unë për shembull e kam rri kohën kur jon kon çeshmet domthon podrum aty nër harem, me thonë nër atë vendin ku bëhet tavafi, aty kanë qenë, do thotë, hishe me shkallë poshtë, edhe mujshe me pa pusin, atë bunarin, jon kanë motorat për mi aty, mirë po ka qenë e xhamit edhe mujshe me pa, edhe kanë qenë rënë qeshmet, ke mujt me marr abdes, me pi ujë, mu fresku aty me ujë zemzemi. Tash atë e kanë mbyll komplet për shkak kallaballokut, se me me lanë qel aty këtë bojnë hyjnë, pra është një për me menaxhu është shumë e vështirë, prandaj viteve të fundit, domthonë 10-15 vitet e fundit I kanë mbyll atë, s'lejojnë mu fut kur e kanë renovu, pra vetëm është një vend, nuk e di a e keni pa, gjatë tavafit është ajo sheja ku I bjen bunari I Zemzemit, do thotë direkt është do thotë ajo sheja, si që aty është bunari I Zemzemit. Dhe ma shkruan aty, unë e kum pa, ka shkrujt ma herët, tash a e kanë hjek, ndoshta e kanë hjek edhe tash, se viteve të fundit nuk më ka ra me pa, ndoshta e kanë hjek për shkak grumbullimit njerëzit mundojnë tani me bë dosene, edhe dosene në bazë të menaxhimit, edhe ata I largojnë e hjekun. E keni parasysh në të kaluamën, ka një vi e mermerit te guri zi komplet. Tash e kanë hjek aty për shkak të lëvizjes që u bënte aty, pra I ndryshojnë disa sene për shkak të largimit të kallaballokut. Sidoqoftë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur është fut aty, edhe ka lyp ujë, ka thonë më mboshni ujë edhe të pi, thot e kisha nxjerr me kofe vet ujin, por se ka vepruar atë që e ka pas frikë që të ardhmen pastaj këtë njerëzit dojnë me bë të njëjtën. A e keni parasysh? Tash kështu e ka bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe na më nxjerr ujë. Tash për mos me leju që të llovi, ka thonë nxjerrni, ka pas që vetë me nxjerr. Po s'ka dash me bë atë veprim për arsye se e ka ditë që mas ti pastaj njerëzit do të dojnë me bë të njëjtën. Prandaj ka lyp pej tyne moshni ujë, ja kanë dhënë kofën, ka pi prej atij uji, pastaj ka dalë prej derës
Safas, o shku do thot te Safaja, edhe aty e ka ba do thot atë nxitimin prej kodrës Safa në Marwa 7 herë, edhe në fillim e ka lexu ajetin Inna Safa wal Marwata min sha'airillah, ajetin që është në surën Al-Baqara, e ka këndu atë, ka ba dua në çdo pushim, edhe në Safa edhe në Marwa, se cilën herë, edhe është sunet sa ma gjatë me ba, përveç të fundit, masi që e kry në fundit, aty do thotë s'ki nevojë me ba doa, edhe e ka kry, pastaj i ka hek flakt, edhe kjo është do thotë përfundimi i ceremonisë ditës parë të haxhit, edhe kështu e ka përshkruar Xhabiri haxhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ja ka treguar nipit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Prandaj edhe pata qef me u fokusu në ato detajet të cilat janë përmend në këtë hadith, për shkak se kemi shumë hadithe me dhjetra që përmenden për haxhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Inshallah javën e ardhshëm vazhdojmë edhe shpjegojmë ato hutbet edhe ç'a përmojnë ato hutbe. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.